Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Ploda ka ndërmarrë masat disiplinore ndaj drejtuesve të policisë në Korçë, pas ngjarjes së ndodhur në Devol, ku një 32 vjeçar u mor me forcë nga banesa dhe u dhunua për motive të dobta. Pas analizës së veprimeve dhe menaxhimit të situatës, u konstatua se zinxhiri drejtues i Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë nuk kishte përmbushur detyrimet ligjore dhe nuk kishte menaxhuar siç duhet ngjarjen. Si rezultat, është shkarkuar nga detyra drejtori i Drejtorisë Vendore Policore Korçë, Erion Ahmeti, ndërsa zëvendës drejtori për hetimin e krimit Hajri Kushe është pezulluar deri në përfundimin e hetimit disiplinor. Në vend të Ahmetit, përkohësisht është caktuar në detyrën e drejtorit të Drejtorisë Vendore Policore Korçë, Islor Islami, i cili më parë drejtonte Drejtorinë Vendore për kufirin dhe migracionin Kukës. Rikujtojmë që më 27 tetor, 3 shtetas kanë marrë me forcë nga banesa shtetasin I të 32 vjeç, banues në fshatin Braça i Bashkia Devol, i cili ishte me mas sigurimi arrest në shtëpi për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, ku e kanë çuar në një biznes privat dhe është keq trajtuar. 3 shtetasit e denoncuar janë vënë në pranga nga strukturat e policisë.